Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Bricjapit. Do bëjmë një mesazh për dy, nga që sot nuk arrita dot, do bëj dhe për sot dhe për nesër. Prandaj kam zgjedhur një nga Oracle dhe një Tarot. Dhe të shohim, të dashur ju Bricjapër. Je ndryshe, ju jeni ndryshe, të dashur Bricjapë. Dhe është pikrisht ajo ndryshe që është dhurata jote më e madhe. Pavarësia jote nuk është vetmi, është forca. Macet janë të pavarura, nuk janë si qenë që janë të varur nga të zotët. Dhe jeta është në krahët e tu, edhe kur nuk duket. Absolutisht. Nuk keni nevojë të shkoni me turmën, jeta ju mbështet në çdo mënyrë. Një kujtesë e bukur që ndonjëherë kur ndihesh jashtë vendit, apo aty që nuk takon, je pikrisht aty ku duhet. Ndërsa letra e dytë është 5 të shkopive, kur letra sjell një atmosferë tensioni, përplasje, grindje ose krahasimi. Njerëzit në këtë letër nuk janë realisht në luftë, por duken të bllokuar në ego, gara ose dram. Mund të jetë një konflikt i jashtëm, të dashur Bricjapër, ose një betejë brendshme juaja. Kur shikojmë që të dyja së bashku, marrim këtë mesazh. Në një botë ku shumë janë duke u përplasur në hapësirë për vëmendje, për drejtësi, ju jeni të thirrur të mbani qetësinë tuaj, të tërhiqesh nga betejë që nuk është e jotja, apo nuk të sjell asgjë. Absolutisht. Të kujtosh që forca jote nuk është garë, por në qëndrimin tënd të brendshëm. Si një mace që është e pavarur, ti nuk ke nevojë të dëshmosh veten përmes konfrontimeve. Mos hy në beteja që s'ka asgjë për ty, apo që nuk të sjell asgjë. Heshtja jote do ju bëj të fitoni. Intuita juaj është më e fortë se zhurma jashtë. Të qenë të pavarur, apo të larguar nga gjithë kjo, çfarëdo që po ndodh, nuk është vetmi. Është vërtet një leadership shpirtëror. Të dashur Bricjapë.